Gjatë mbrëmjes, atmosfera në shtëpi ishte ndryshe nga herët e tjera. Muzika e butë mbushte ambientin, dritat ishin të zbeta dhe të gjithë banorët ndiheshin të çliruar, sikur po shijonin një moment të veçantë pas ditëve të ngarkuara. Në mes të sallonit, Arditi dhe Bia nisën të kërcejnë ngadalë, duke u afruar gjithnjë e më shumë me njëri tjetrin. Lëvizjet e tyre ishin të sinkronizuara, plot ndjeshmëri dhe emocione të pashprehura më parë, teksa kërcimi vazhdonte, shikimet e tyre u kryqëzuan dhe buzëqeshjet e lehta tregonin qartë se mes tyre kishte lindur diçka e fortë. Momenti kulmoi kur ata u afruan edhe më shumë dhe, pa shumë fjalë, u puthën më në fund. Ishte një puthje e natyrshme, e pritur prej kohësh, që dukej sikur vuloste ndjenjat që kishin ndërtuar gradualisht. Për të ruajtur privatësinë e tyre, Arditi dhe Bia morën një batanie dhe mbuluan kokën, duke krijuar një hapësirë të vogël vetëm për ta. Nën batanie, ata vazhduan t'i dhuronin puthje njëri tjetrit, të qeshnin lehtë dhe të shijonin çastin pa u shqetësuar nga asgjë tjetër. Ishte një moment i thjeshtë, por i mbushur me emocion dhe afërsi. Banorët e tjerë, duke e kuptuar natyrën e ëmbël të situatës, i shikonin nga larg me buzëqeshje dhe të qeshura dashamirëse. Askush nuk e prishi atë çast, përkundrazi, atmosfera u bë edhe më e ngrohtë. Sikur të gjithë po ndanin gëzimin e atij momenti të veçantë. Mbrëmja vazhdoi me energji pozitive, ndërsa puthja e Arditit dhe Bias mbeti një nga momentet më të komentuarat dhe më të bukurat e asaj nate.